Përshëndetje e dashur miq. Tema e sotme ka të bëjë me vampirët e energjisë. Mos u trembni nga termi, nuk janë vampirë në kuptimin e plotë të fjalës, është thjesht një term metaforik për të nënkuptuar disa individ të cilët nga vetë emri vampir, energjie, tentojnë të marrin prej energjisë sonë, të thithin nga kjo energji që ne kemi. Sigurisht që këta individ janë persona të cilët nuk janë të lidhur me dritën e tyre dhe me energjinë e tyre, pra me potencialin e brendshëm apo ta kërkojnë këtë energji të brendshme tek vetja e tyre apo në resurse të tjera. Por sjellin rrugën e shkurtër duke parë individ të cilët kanë këtë energji, të cilët kanë bërë këtë punë, të cilët janë pozitiv dhe optimist dhe i shënjestrojnë në një sens për të marrë pakës nga kjo energji e tyre. Dhe duhet përmendur që ndoshta edhe nuk e bëjnë me vetdije. Patjetër, ne të gjithë kemi nevojë për këtë energji, por duke qenë se ata nuk e kanë, tentojnë që të gjejnë këtë rrugën e shkurtër, sepse mund të jenë ajo bateria e kuqe dhe kanë nevojë për këtë energji menjëherë. Po si ti dallojmë ne këta vampir energjie? Është shumë e thjeshtë. Nëse ju ka ndodhur që të keni bërë bisedë me një individ të caktuar, dhe direkt pas ose edhe gjatë bisedës, ju të jeni ndjerë të lodhur, sikur s'keni energji, sikur tani më nuk jeni më i lumtur, jeni pakës konfuz. Sigurisht që kjo bëhet më e dukshme pas bisedës ose pas kontaktit me këta individ, por mund të ndodhë edhe gjatë kontaktit. Mund të ndodhë edhe në grupe të ndryshme individësh dhe mund të ketë disa prej tyre dhe ajo do të jetë edhe më dërmuese për ju. Por mund të ndodhë edhe nëse ju nuk i takoni fare këta individ, pra thjesht ju kaloni në rrugë, në punën tuaj, apo ndodheni në një dyqan, ndodheni në një mjedis të hapur me miqtë tuaj të mirë, dhe rreth e qarkush mund të ndodhen këta vampir energjie. Kjo ndodh duke qenë se ju jeni të hapur energjetikisht. Dhe për ata është shumë e lehtë që të marrin energji, ndoshta edhe pa patur kontakt, dhe ndoshta edhe në distancë. Dhe ndoshta edhe pa e kuptuar ata. Por është e rëndësishme për ne që ta dimë që kjo po ndodh energjetikisht. Pse? Sepse simptomat me të cilat ne do të hasim më pas dhe që ju ta kuptoni më mirë janë konfuzimi. Do të keni shumë mendime dhe nuk do të dini çfarë të zgjidhni. Do të ndjeni shumë të dërmuar emocionalisht, sikur ju kanë ndodhur 1000 gjëra që ndoshta nuk janë të këndshme, dhe ndoshta s'ju kanë ndodhur vërtet, por ju ndjeni këto dhimbje, këto emocione, frustrimi, këto inate dhe këto mërzi dhe këto ngarkesa emocionale, të cilat nuk ju lejojnë që të shikoni gjërat e bukura, të merreni me punën tuaj, me planet që keni, me jetën tuaj e të tjerë. Nëse juve nuk ju shqetëson kjo pjesë, mund të vazhdoni, por nëse ju shqetëson dhe dëshironi të çlironi të gjitha këto dhe të jeni në gjendjen tuaj optimale, në gjendjen tuaj të çlirët, në gjendjen tuaj optimiste dhe në energjinë e plotë dhe të bukur, ju duhet të çlironi të gjitha këto. Shenja të tjera që ju mund të dalloni janë edhe vampirët e energjisë tentojnë të manipulojnë, nëse ju keni kontakt me ta dhe nëse i keni në përditshmërinë tuaj miq, familjar e të tjerë. Janë ata të cilët ankohen më së shumti, janë ata të cilët tentojnë të manipulojnë, janë ata të cilët duan të kalojnë kohë me ju, t'ju pyesin shpesh pyetje dhe dëshirojnë të shndrojnë në optimizmin tuaj. Dhe ju ja jepni lirisht sepse i doni, por do të vëreni që më pas ju do të ngeleni pa pikë energjie për veten tuaj. Pasi ju të vëreni që kjo është duke ndodhur në jetën tuaj, çfarë mund të bëni? Në rast të parë, mundohuni sa më shumë që të eliminoni apo të minimizoni kontaktin me këta vampir energjie nëse ju i dini se cilët janë këta individ. Pra nëse në momentin që unë ju tha shenjat, juve direkt ju erdhi një situatë në mendje dhe një individ që i bën këto, ndoshta mund të jetë dhe dikush një koleg në punë, rastet janë nga më të shumtat, atëherë ju mundohuni që të minimizoni sa më shumë kontaktin dhe mundësisht ta eliminoni fare nëse është e mundur. Nga ana tjetër, nëse ju i keni familjar dhe normalisht nuk po them që të mohoni familjarët tuaj, absolutisht jo. Por ju duhet të dini si të mbrojeni në praninë e tyre. Ajo që unë këshilloj, nëse juve ju pëlqen të punoni me kristalet, janë turmalina e zezë, është fantastike në rast se ju dëshironi të mbroheni nga të gjitha këto sulme energjetike që mund të jenë duke ju dërguar, apo të mbroj energjinë tuaj, të mbroj nga këto manipulime e të tjerë. Dhe që ju këtë energji ju ndihmon vërtet shumë që ta ktheni në benefitin tuaj. Pra këtë energji të projektuar
negative të projektuar drejt jush, ju mund ta ktheni në energji pozitive për veten tuaj dhe në karikim për veten tuaj. Obsidianizi, shumë fantastik në lidhje me mbrojtjen tuaj, mbrojtjen e energjisë dhe krijimin e një bariere që t'ju mbrojë nga të gjitha këto sulme energjetike. Nga ana tjetër, nëse ju nuk e gjeni veten te kristalet, mund të thërrisni kryengjëllin Michael për t'ju ndihmuar në lidhje me mbrojtjen tuaj energjetike dhe të vizualizoni apo të thërrisni angjëllin për t'ju ndihmuar që të krijoni një sferë në ngjyrë boqelli për t'ju mbrojtur sa herë ju dilni jashtë. Përveç veshjes tuaj kur ju dilni, duhet të shtoni edhe këtë flusk energjetike që ju mund ta vizualizoni, e cila do t'ju mbrojë kudo ku do shkoni. Në punë, në dyqane, në përditshmërinë tuaj apo thjesht keni dalë për të ecur, keni dalë për të takuar disa individ, do t'ju mbrojë vërtet shumë. Nga ana tjetër, pas kontaktit kur ju e ndjeni që është ky konfuzion dhe ndoshta nuk e kuptoni se nga vjen, nuk e kuptoni cilët janë individët, mos u shqetësoni, mjafton të pastroheni energjetikisht. Mund të bëni një dush me synim dhe me qëllim, kjo është më e rëndësishme, që të mendoni faleminderit që po largon për me gjithë energji që nuk janë të mia për të mbajtur. Ose thjesht të vizualizoni që uji po ju pastron nga të gjitha këto energji që janë të rënda për të mbajtur, por nuk janë edhe tuaja në funditës, dhe mund ta mendoni si papastërti të cilat po largohen nga trupi juaj. Dhe trupin tuaj ta vizualizoni të pastër, të shëndritshëm dhe në fuqinë e vet optimale. Nga ana tjetër do të këshilloja edhe pastrimin me Palo Santo, unë do ta kem përmendur edhe më parë. Mjafton që ta diqni dhe ta kaloni rreth vetes tuaj. Do t'ju pastroj vërtet shumë energjinë dhe do t'ju largoj konfuzionin, gjitha këto mendime të cilat janë bërë të çrregulla në mendjen tuaj dhe do t'ju ndihmojë të jeni të pastër, të qetë dhe të relaksuar. Por pas pastrimit duhet edhe të karikohemi apo jo, sepse ne thamë që energjia jonë mund të jetë ulur paksa. Çfarë të bëjmë për të karikuar? Janë aktivitete nga më të shumta dhe unë do të them disa, por mund të ketë edhe të tjera dhe ju mund të zgjidhni se cilën të doni në varësi të preferencave tuaja, të asaj që ju keni dëshirë, sepse dua të përmend që mos bëni gjëra të detyruara, nuk do të funksionojnë. Gjithçka duhet ta ndjeni përpara se ta bëni. Nëse ju e ndjeni që vërtet kjo më përputhet, po, mund ta provoni dhe do të funksionojë. Dhe për çdo gjë që ne tham deri më tani, nëse ju e ndjeni që rezonon me ju, nëse ju e ndjeni që është e vërteta juaj dhe po ndodh vërtet kjo në jetën time dhe po, kjo është e vërtet, duhet ta provoj një herë këtë. Pra ndjeni një dritë e shile ose e ndjeni që është për ju, po, ky mesazh është për ju. Por mos u mundoni të bëni për vete gjëra që nuk janë tuajat. Sepse edhe nuk do të funksionojë dhe ju mund të mërziteni më pas. Kështu që për çdo gjë që ju e ndjeni, po, është mesazhi juaj. Dhe në këtë rast, unë do të them disa aktivitete, për shembull. Qëndrimi në natyrë është dorëmenjë shumë i fuqishëm që juve t'ju karikojë energjetikisht dhe t'ju shërojë dhe t'ju largojë gjithë emocionet dhe energji negative të akumuluara dhe t'ju ndihmojë që të shndroni të lidhur me natyrën, me këmbë tokë, të largoni këto mendime negative dhe këto re në mendjen tuaj që nuk ju lejojnë të mendoni qartë. Dhe të shikoni më qartë as tani më dhe të jeni më në kontakt me intuitën tuaj, me zërin e brendshëm e të tjerë, pra është shumë e fuqishme. Më besoni dhe sigurisht nëse ju e falenderoni në natyrë për gjitha këto energji shëruese që po ju ofron. Nga ana tjetër, edhe nëse ju qëndroni pranë pemëve, patjetër që po, sepse përgjithsisht në natyrë ne mund të qëndrojmë edhe thjesht duke ecur në rrugë, por nëse ne do të qëndrojmë edhe më pranë pemëve do të ishte edhe më e fuqishme. Por edhe liçeni ju ndihmon vërtet shumë, pra nëse keni një liçen pranë, ju ndihmon vërtet shumë që të mendoni që energjia e liçenit po ju ndihmon të lidheni me intuitën tuaj dhe po ju ndihmon të largoni emocionet që nuk janë tuajat. Nga ana tjetër, aktivitete si shkrimi. Shkrimi të gjitha emocioneve në një blog, në një letër, ku do të dëshironi ju. Ndoshta edhe në telefon, por mua më pëlqejnë gjërat e prekshme, si t'ju vi më përpara. Nëse ju i shkruani, ju i keni larguar nga vetja. Dhe kështu mendojeni. Pra nëse ju vërtet po i nxjerrni në letër, ato janë aty tani më, nuk janë më tek ju. Kaq mjafton. Por edhe ju jeni më të qartë se çfarë po ndjeni, nga po e ndjeni, a është emocioni juaj apo jo, dhe nëse nuk është juaj, është shumë e lehtë për ta larguar, sepse ky inat që unë po ndjes është imi fundja. Pse do ta mbaj unë? Por në momentin që inati është juaj, ai do të vazhdojë të jetë pranë jush sepse duhet të punoni që ta largoni. Ndërsa nëse ju e keni akumuluar nga të tjerët, apo të tjerët ju a kanë projektuar,
ju mund ta largoni thjesht sa ta shikoni ose sa ta dini që ndodhet aty. Është si të thoni në një dhomë errësirë, ne ju ndisim një dritë të vogël diku, sapo drita të vendoset mbi këtë lloj emocioni, kjo po më vjen tani ndërmend, ai do të trembet dhe do të largoj direkt. Kështu që kjo është e gjitha që ju mund të bëni, thjesht ta dini se çfarë po ndjeni dhe nëse nuk e lidhni me një situatë specifike apo me diçka që mund të ketë ndodhur, nuk është emocioni juaj, e lini të shkojë. Me mirësjellje dhe më të madhe sigurisht. Aktivitetet të tjera mund të jenë të fokusoheni në art, në gjëra që ju bëjnë të lumtur, të dëgjoni muzikë ndoshta, sepse muzika është një mjet shumë i fuqishëm për të rritur frekuencën tuaj, sidomos muzika e mirë, e bukur, që ju kënaq shpirtin, jo muzikë melankolique, jo muzikë të mërzitshme, ato do t'ju mbajnë në këtë vibracion, sado që ndonjëherë janë shërim dhe për atë periudhë, por ne nuk jemi në këtë lloj faze, jemi në fazën që duam të rikthejmë energjinë aty ku ishte. Të rrisim energjinë tonë aty ku ishte. Ndoshta edhe muzikë me frekuenca, patjetër shqipon, nëse juve ju pëlqen, është edhe më e fuqishme sa thjesht këngë të ndryshme edhe më me fjalë. Këto muzikë me frekuenca, edhe vetë frekuenca e caktuar ju ndihmon ju të shkoni në atë lloj frekuence nëse e dëgjoni. Janë vërtet shumë të fuqishme, ju mund t'i kërkoni edhe këtë në YouTube, nëse dëshironi. Do të këshilloja 432, 528 Hz, këto po më ndërmend tani, por edhe 936 apo 963. Ju shikoni atë e cila ju tërheq në moment, sepse ajo është e duhura që ju duhet të dëgjoni. Si ju i bini veglave muzikore, ti bini një veglë muzikore, do t'ju ndihmoj shumë, leximi një libri, do t'ju ndihmoj shumë, shpenzimi i kohës me individë të cilët ju bëjnë të ndjeni mirë, me miq, familjar, kushdo që të jetë, shpenzimi i kohës me kafshët tuaja shtëpiake, patjetër që po, është shumë herë më e fuqishme sepse kafshët na ofrojnë një energji shumë të pastër, direkt nga burimi tek ne. Nuk ka filtra, nuk ka iluzione, nuk ka ego, nuk ka gjithë shtresa që ndoshta njerëzit dashur pa dashur mund t'i kenë, por kafshët nuk e kanë të gjitha këto dhe po ta vëreni, prandaj dashuria që ato të ofrojnë, nëse ta ofrojnë vërtet, është kaq e pastër, është kaq e bukur dhe ju e ndjeni direkt në shpirtin tuaj. Është vërtet e fuqishme dhe janë edhe kurativ në një drejtim, në një sens. Të gjitha kafshët shtëpiake që ju mund të keni. Për ta përmbyllur, mos e gjykoni këtë eksperiencë si një kërcënim apo si diçka e keqe që po ju ndodh. Në fakt është bekim shumë i madh për ju. Pse? Sepse fundja shikoni se çfarë arritët të bëni. Arritët të njihni që hey, fuqia ime që ka dhe energjia ime që ka e vyer. Dhe unë që nga shumë i fuqishëm. Dhe kjo energji është kaq e vyer sa që unë duhet ta mbroj. Apo jo? Ju gjithashtu thëritet fuqinë tuaj mbrapsht, ju gjithashtu kuptuat që ju tani mund të jeni më të fuqishëm, më të mbrojtur dhe të mos keni frikë edhe të dilni dhe të mos keni frikë që do të përjetoni gjitha këto bombardime emocionesh apo konfuzion e të tjera me radhë. Pra ju tani thëritet fuqinë tuaj mbrapsht dhe jeni shumë herë më të plot në vetvete. Dhe keni atë balancën e brendshme, paqen e brendshme, lidhje me intuitën që ju e rifituat. Keni qartësi mendore dhe shikoni më qartë njerëz që janë për ju dhe që nuk janë për ju. Keni filluar të vendosni kufi të shëndetshëm dhe të qëndroni të sigurt në të vërtetën tuaj. Pra të gjitha këto janë mësime shumë të vëra të jetës që ju ofrojnë këto eksperienca. Dhe ju keni mësuar gjithashtu se si të jeni të mbrojtur në disa raste dhe të çlirët me disa individë të tjerë dhe në disa raste të tjera. Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ne vërtet duhet jemi vetvetja jonë. Por ka momente që duhet të mbrohemi në disa drejtime. Që të mos përfundojmë të mbi ngarkuar, që të mos përfundojmë të lodhur dhe të ataruar e gjitha këto me radhë. Por të jemi të lumtur, në paqe, të fuqishëm, konfident në veten tonë, në aftësitë tona dhe në atë se çfarë jemi dhe të ndjekim të vërtetën tonë, të shndrojmë tek e vërteta jonë deri në fund. Këto pra janë mësime shumë të vëra dhe këto eksperienca janë bekime. Shumë faleminderit që ju ishit deri këtu në këtë fazë të videos, që më dëgjuat deri më tani dhe faleminderit për gjithë ata që më dëgjojnë gjitha videot e mia, sepse ndoshta mund të jenë pak sa të gjata. Unë asnjëherë nuk e di se sa mund të shkoj video, sepse thjesht gjatë rrugës mund të dalin gjëra të tjera që unë dua të them, dhe ndoshta edhe tani ka shumë gjëra që unë të kem lënë pa thënë, por mendoj dhe besoj që intuita më ka drejtuar drejt gjërave më të rëndësishme që juve ju duhen në këto momente. Kështu
Kështu që shumë faleminderit, jam e bekuar që jeni pjesë e këtij komuniteti dhe që jemi të gjithë së bashku dhe mos mendoni asnjëherë që jeni vetëm. Jeni gjithmonë pranë njerëzve që ju duan, qoftë energjetikisht dhe qoftë fizikisht. Dhe nëse jeni pjesë e këtij komuniteti, nuk do ndjeni kur vetëm, ju garantoj këtë. Shumë faleminderit, shihemi në videon tjetër.